Me kokë dhe Christensen, Aron Hunt, topi tek Dërmiq, mund godas Dërmiq, e ka ndalur, Jan Sommer. Është Borussia që mban kontrollin e topit, por Hamburgu që rrezikon pikërisht me një ish lojtar të miqve, Torgan Hazard ndërkohë. Tjetër krosim, topi devijuar, 1-0, zhbllokohet sfida nga një portë tek tjetra, nuk shënon Hamburgu, por është Fabian Johnson ai që realizon për Gladbach. Minuta 14 zhbllokohet kjo përballje. Tjetër krosim i lartë. Vërtet me kokë Leberajs, traversa, Brice Bajic, Daud më pas largon, Jomir Jung, tjetër topi kthyer Sommer, barazon Hamburgu në një situatë kaotike. Topi përfundon në rrjet, barazohet gjithçka në Volkspark Stadion. Kam përshtypjen ishte Iriu Jung ai që e dërgoi topin në rrjet. Ka gabuar Interreger sërish, Rudnevs mund përfitoj, tenton Rudnevs. Hamburgu përmbys gjithçka, minuta 41 të Artyom Rudnevs. Është ai që dërgon topin në rrjet. Çfarë gabimi në mbrojtjen e Borussias Mönchengladbach. Topin shtyllë dhe parë, goditja më pas nga Iličević. 3-1 gol është i rregull, shënon Hamburgu. Ndoshta është goli sigurisht ky i realizuar nga Ivo Iličević dhe kjo është arsyeja sepse as Bruno Labbadia nuk e përmban me entuziazmin. Se Oskar Wendt mund godas. Vertikalizimi është për Rafael, shënon Borussia Mönchengladbach 3-2. Është Rafael që bën Hamburgun të vuajë disi në këto minutat mbetura. 3-2 rezultati. Thomas Müller, Lewandowski, krijon hapësirën, godet 1-0. Kalo përpara Bayern, Robert Lewandowski. Kontrollon topin në zonë, krijon hapësirën dhe godet sakt, duke mposhtur mbrojtjen vendase. Robert Lewandowski sigurisht nuk mund të kishte një burim kaq të lehtë për polakun. Bukur Alcantara, Lewandowski, pozicion i rregullt, Lewandowski dhe 2-0 Bayern, 2-0. Dy golesh i Lewandowskit, marrja e kreut të listës së golçënuesve. Nga sulmuesi polak, 21 gola në 21 javë për Robert Lewandowski, pasimi i Thiago Alcantarës. Bukur Alcantara, mjaft mirë lam, Douglas Costa e ka mundësi për t'ju afruar zonës. Costa, Klavan, asgjë nuk ka përmenduar hiç, edhe Costa, Müller, 3-0 Bayern, Thomas Müller. Tjetër gol i bavarezve, është radha e Thomas Müller, për të çeluar dhe ai në portën e vendasve. Tjetër pasim, Lekim e zhvajnë topin në rrjet, realizojnë me Raul Bobadilla duket vendasit në minutën e 86 të takimit. Augsburg 1, Bayern 3, shkoni e zhvajnë dhe bën gjithçka vetë Raul Bobadilla.